Egli Tako dhe Gjesti kaluan një natë emocionuese në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Nelin, pas një darke të ngrohtë, tensionet dhe ndjenjat filluan të paralajmërojnë një rikthim dramatik midis tyre. Nelin, darkën e kaluar, Egli I tregoi Danjës për bisedat që kishte pasur me Gjestin. Gjatë një momenti intriguese, dritat u fikën në shtëpi, gjë që e bëri situatën edhe më të ngrohtë. Zbulimi që Gjestit I ishte kërkuar nga Egli të bënte një veprim të papritur, si puthjen, shkaktoi një valë diskutimesh mes banorëve. Nelin, u fikën një moment dritat dhe ky më tha hajde të puth pak se jam të marru, citoi Egli fjalët e Gjestit, duke lënë të kuptohet se tensionet ishin të pranishme. Nelin, e gjithashtu, Gjesti e përjashtoi mundësinë e ndjenjave të thella për Egli, duke theksuar se për të kishte vetëm një lidhje fizike. Ky deklarim ka shpërthyer një sër spekulacionesh mes shikuesve dhe fansave të programit. Nelin, kjo dinamikë e re ndjenjash dhe tensionesh në shtëpinë e Big Brother VIP e bën këtë episod edhe më tërheqës dhe shpeshherë dramatik. A është ky një shenjë e pashmangshme e ribashkimit mes Egli dhe Gjestit? A do të ketë një moment kur ndjenjat do të dalin në dritë sërish? Nelin, pjesëmarrësit e tjerë janë gjithashtu të shqetësuar për këtë situatë, duke e bërë atë një temë diskutimi të vazhdueshme brenda shtëpisë. Disa mendojnë se një ribashkim do të ishte ideale, ndërsa të tjerë janë skeptik mbi ndjenjat e sinqerta të Gjestit. Nelin, natyrisht dinamika ndërmjet banorëve është ndruar të shkaktojë emocione dhe tensione, dhe ky episod nuk është përjashtim. Më shumë se sa një lojë, Big Brother ka evoluar në një platformë për të eksploruar ndjenjat dhe marrëdhëniet njerëzore në situatat